I njoftojmë se është duke vazhduar procesi I votimit në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, duke u mbështetur në informacionet e pranuara nga komisionet komunale të zgjedhjeve. Procesi I votimit në të gjitha komunat e vendit është duke vijuar normalisht deri në këtë fazë. Nuk është raportuar asnjë problem apo parregullsi që do të ndikonte në mbarvajtjen e përgjithshme të procesit zgjedhor. Me qëllim të garantimit të mbarvajtjes së ditës së zgjedhjeve, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka funksionalizuar dhomën operative, e cila përbëhet nga zyrtar të KQZ-s, si dhe përfaqësues të Prokurorisë së Shtetit dhe Policisë së Kosovës. Kjo dhomë është në funksion të vazhdueshëm gjatë gjithë ditës së votimit, me qëllim të monitorimit të situatës në terren dhe të reagimit në kohë.